Natën vonë ajo hyri në klinikë tashmë në lindje dhe mezi mund të fliste nga dhimbjet. Vetëm 19 vjeçe dhe krejtësisht e vetmuar. Ajo shtrëngoi dhëmbët dhe lindi jo 1, jo 2, por 3 foshnja. Pa familje, pa partner, pa mbështetje. Unë kur nuk isha parë dikë të duronte diçka kaq intenzive me një forcë kaq të qetë. Pas lindjes e pyeta butësisht ku ishin prindrit e saj apo babai. Ajo thjesht shikoi larg. Kjo ishte shenja ime e parë, por tronditja e vërtet erdhi orë më vonë, kur burri që pretendonte se ishte babai hyri në dhomë. Në momentin pash fytyrën e tij, duart e mia filluan të dridheshin. Ishte instinktive, një reagim që nuk mund ta kontrolloja. Prania e tij ishte komanduese dhe shqetësuese. Unë i përshpërita. A e njeh atë? Vajza ngriti kokën. Sytë e saj të lodhur u zgjeruan nga friga. Ajo pohoi lehtë me kokë dhe mbajti frymën. Dhoma ra në heshtje të tensionuar. Nuk e prisja këtë, murmuriti ajo, duke shmangur sytë e tij. Ajo buzëqeshi dhe pyeti me ftohtësi. Ku janë foshnjat? Unë u futa mes tyre. Ata janë në çerdhe, thash me vendosshmëri. Ajo u drodh dhe unë u përpoqja ta siguroja. Je sigurt këtu, i përshpërita. Unë jam babai i tyre, tha ai, duke e zhvendosur vëmendjen tek unë. Ajo më shtrëngoi dorën në dëshpërim të heshtur. Kur ai kërkoi t'i shikte, ajo më përshpëriti. Të lutem, mos e lësho afër tyre. Unë u përgjigja shpejt. Orari i vizitave ka mbaruar, ndoshta nesër. Ai pohoi ngadalë me kokë, por kur nuk e humbi kontaktin me sy me të. Kur ai u largua pash trupin e saj të relaksohej pak. Ne ndanim një marrëveshje të heshtur. Do ta mbaj larg. A je mirë? Pyeta. Ajo pohoi me kokë, sytë e saj të ngulitur në derë. Unë kisha nevojë për besimin e saj për të kuptuar se çfarë po ndodhte vërtet. Nëse je në telashe, ne mund të ndihmojmë, thash. Ajo hezitoi, pastaj mbylli syt. Nuk e shtyja. Kurdo që të jesh gati për të folur, unë jam këtu. Ajo më shikoi me mirënjohje. A ke dikë që dëshiron të telefonoj? Pyeta. Jo, askënd, përshpëriti ajo. Zëri i saj mbante peshën e dikujt që kishte kohë që kishte ndaluar të shpresonte. Unë ula pranë saj në heshtje duke u zotuar ta mbroja. Në një qytet si i yni, lajmi për treshet do të përhapet shpejt. Ne duhet ta mbronim. Nëse ka nevojë për diçka, mund të më besosh, i thash. Ajo përshpëriti, faleminderit, dhe për herë të parë pash një shkëndi besimi. Por pyetja mbeti, kush ishte ky njeri? Dhe pse ajo kishte kaq shumë frikë? Do të kontrolloj foshnjat, i thash, duke u larguar. Sytë e saj të frikshëm, por shprehëdhënës mbeten me mua. Diçka me të nuk ishte në rregull dhe unë duhej të zbuloja çfarë. Unë nuk isha vetëm një mjek tani. Unë duhej të isha kujdestarja e saj. Në zyrën time bëra disa telefonata. Kërkova për të dhënat tona, duke përpjekur të gjeja diçka për të. Infermierët e përmenden edhe atë. Paraqitja e tij e papritur kishte tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Çfarë dini për të? Pyeta njërin prej tyre. Jo shumë, vetëm një emër dhe një buzëqeshje, tha ajo. Por mund të ndjeja diçka nuk përputhej. Ndërsa prisja telefonatat, vazhdova të kontrolloja atë dhe foshnjat. Ata ishin aq të vegjël, aq të pafajshëm. Çdo lëvizje e vogël më bënte më të vendosur t'i mbroja. Më vonë e gjeta pranë dritarës. Do ta zgjidhim këtë, thash. Ajo pohoi me kokë, zëri i saj duke u dridhur. Nuk dua që ai të jetë afër tyre. Nuk do të lejoj që t'ju ndodh asgjë juve apo foshnjave, premtova. Kam disa njerëz që po hetojnë këtë. Habia e saj ishte e shkurtër, por supet e saj u relaksuan. Faleminderit. Pak para se të largohej për natën, ra telefoni. Një nga kontaktet e mia kishte një përditësim. Asgjë konkrete ende, por diçka nuk përputhet, tha ai. Unë e falenderova dhe e mbylla, duke ndjerë peshën e pyetjeve pa përgjigje. Nesër do të sillte përpjekje të reja dhe shpresoja për një qartësi shumë të nevojshme. Mëngjesi erdhi shpejt.
Aroma e kafes dhe përdicimet e buta nga infermierët sinjalizuan një ditë të re. Ne të gjithë ishim të vëmendshëm, një ekip i qetë, kujdestarësh vigjilent. Besimi i saj tek unë më dha qëllim dhe unë isha gati të përballoja ditën përpara. A je gati për mëngjes? Pyeta me një buzëqeshje të ngrohtë. Ajo pohoi me kokë, sytë e saj më pak të mjekullt se më parë. Ishte një hap i vogël, por domethënës. Sot qëllimi ishte siguria dhe e vërteta. Rikthimi i një ndjenje sigurie, një veprim i vogël në një kohë. E vendosur për të mësuar më shumë. Unë shkova në dhomën e stafit. Kush ishte ai djalë mbrëm? Pyeta rastësisht. Infermierët shkëmbyen shikime. Nga një qytet tjetër sapo u shfaq, tha dikush. Askush nuk e njihte vërtet atë. Kjo pasiguri vetëm thelloi vendosshmërinë time. A mund ta mbani një sy sot? Pyeta Xhaneti, një nga infermierët. Sigurisht, u përgjigja ajo me vetbesim. Ishte ngushëlluese të dija se kishim një ekip që kujdesej. Ne nuk ishim vetëm staf, ne ishim mbrojtës. Gjatë gjithë ditës përshëndetjet qëndruan në ajër. Njerëzit e ndjenin peshën e situatës. A ke dëgjuar diçka më shumë? Pyeti një infermiere. Ende po punojmë për këtë, u përgjigja. Të gjithë e dinin se kjo nuk ishte një çështje e thjeshtë, ne të gjithë ishim pjesë e diçkaje më të madhe tani. Kur e kontrollova kishte një shkëndi shprehse në sytë e saj. Ende po qëndron? Pyeta. Besoj se po, murmëriti ajo. Kjo shkëndije e vogël ishte e mjaftueshme për të më mbajtur në këmbë. Çdo ditë sillte pak më shumë besim, pak më shumë forcë. Pak para drekës mora një telefonat nga një numër i panjohur, ishte kontakti im. Kam gjetur diçka interesante, a mund të flasim? Zemra ime filloi të rihte më shpejt. Çdo detaj i ri ndihej si një hap drejt zgjidhjes. Kur e mbylla pash drejt dhomës së saj, shpresa u ngjall. Më vonë vizitova çerdhen. Foshnjat flinin paqësisht, të pavetëdijshme për trazirat. Hej të vegjël, përshpërita. Pafajësia e tyre më mbante me këmbë në tokë. Unë pohoja me kokë. Faleminderit të gjithë juve. Ne ishim një ekip dhe kjo bëri të gjithë të ndryshonim. Kthyer në dhomën e saj, ajo shikonte nga dritarja. Thjesht po pyesja veten se si gjërat arriten në këtë mënyrë, tha ajo me qetësi. Unë ula pranë saj duke ofruar siguri të qetë. Do të gjejmë një mënyrë për të kaluar. Në atë qetësi, lidhja jonë u forcua, e pasigurt por e ndar. Xhaneti u shfaq me lajme, të gjithë po kontribuojnë, përshpëriti ajo. Unë buzëqesha mirënjohjes. Bashkëpunimi ishte bërë forca jonë, ne po punonim drejt diçkaje më të madhe se vetja jonë, duke e mbrojtur atë dhe ato jetë të vogla. Ndërsa mbrëmja ra erdhi një tjetër telefonat. Kam detajet. Nuk do ta besosh, tha kontakti im. Urgjenca u kthye dhe unë shkrova informacionin. Presioni u rit të por ashtu edhe vendosshmëria jonë. Duke e parë drejt dhomës së saj një pyetje më rëndoi. Nuk mund ta hiqja nga mendja. Unë duhej ta pyesja. A e di pse ai është këtu tani? Mendoja se ishte larguar, përshpëriti ajo. Sytë e saj të mbushur me pasiguri kur u ktheva në dhomën e saj. Fjalët e saj mbetën në heshtje, të rënda dhe të pasgjidhura. Çfarë do që të kishte ndodhur mes tyre? Unë isha më i vendosur se kur për të zbuluar të vërtetën për të dhe për foshnjat. Xhaneti hyri, duke ndjerë tensionin. Gjithçka në rregull? Pyeti ajo. Unë pohoja me kokë duke bërë një buzëqeshje. Prania e saj solli një ndjenjë stabiliteti, ne të gjithë u mbështetëm. Nëna e re gjithashtu bëri një buzëqeshje të lehtë, ndoshta duke filluar të kuptonte se nuk ishte më vetëm. Unë u afrova dhe i thash Xhanetit, mund të kemi gjetur diçka? Reagimi i saj ishte i mënjeshëm, e habitur, por gati. Në korridor, i dhash një informacion të shkurtër Xhanetit, ne duhet të qëndrojmë vigjilent. Ai është i paparashikueshëm. Ajo e kuptoi pa pasur nevojë për më shumë. Fokusi ynë u zhvendos për te mjekësisë. Ky ishte për sigurinë tani. Kthyer në dhomë, e reja ul në heshtje, emocionet qartësisht po zjejnë poshtë sipërfaqes. Vetëm e friksuar, pranoja ajo butësisht. Unë e siguroja butësisht. Ajo po fillonte të hapte. Frika e saj ngadalë po i lironte vendin besimit. Kur e kontrollova më vonë, kishte një shkëndi paqeje në sytë e saj. Çdo hap i vogël kishte rëndësi. Më vonë, në hapësirën tonë të improvisuar të takimit, ekipi u mblodh. Çfarë është tjetra? Pyeti Xhaneti. Qëndroni vigjilent, qëndroni afër, u përgjigja. Çdo antar i ekipit e përqafoi rolin e tij me përkushtim të qetë. Së bashku ne formonim një rrjet mbrojtjeje.
Dielli ndriçonte korridoret, por misioni ynë na mbajti me këmbë në tokë. Bëhet fjalë për mbrojtjen e tyre, tha Xheneti. Vendosmëria e saj përputhej me timën. Ne morëm një moment për të absorbuar peshën e detyrës son. Të gjithë ishin në gatishmëri të lartë, turnet e planifikuara, sytë e mpret. Nuk ishte vetëm punë në ekip, ishte kujdestari. Pastaj erdhi telefonata. Ai nuk është ai që pretendon të jetë, dhe kontakti im. I ftohti i realizimit u vendos. Ne kishim shenjën tonë të parë të vërtet. Xhaneti dhe unë nxituam për të ndarë lajmin. Ai është një mashtrues, i thash me kujdes. Shprehja e saj ndryshoi, tronditje, konfuzion dhe më në fund një shkëndije vogël lehtësimi. Je e sigurt, e siguruam, duke i shpjeguar hapat që po ndërmerrnim. Me urgjencë të rinovuar, u mblodhëm përsëri. Sigurimi ishte i përfshirë tani. Spitali ishte shndruar në një fortesë kujdesi. Stafi nga të gjithë departamentet u ngrit në këmbë. Përpjekjet kolektive ishin të fuqishme. Të gjithë ishin të investuar në mbajtjen e saj të sigurt. Në korridore, një vendosshmëri e qetë ku më zhinte. Xhaneti kontrolloi sigurinë ndërsa unë bëja rrugët e mia. Foshnjat po shkojnë shkëlqyeshëm, buzëqeshi një infermiere. Edhe mes tensionit ato momente të pafashme në ngritën. Unë e vizitoja shpesh, ajo po buzëqeshte më shumë duke relaksuar pak me çdo orë që kalonte. Po ndihesh më mirë? Pak, u përgjigj ajo. Duke parë atë në qetësi edhe për pak më kujtoi se kjo ishte kaq shumë rëndësi. Ajo është më e fortë se sa duket, vuri në dukje Xhaneti më vonë. Unë u pajtova, pavarësisht gjithçkaje, nëna e re mbeti e qëndrueshme. Ne shkëmbyen një shikim, solidariteti i pashprehur, ndërsa nata afrohej, ne forcuan vëzhgimet tona. Bani gjithçka të sigurt, u dhëzova. Xhaneti dhe ekipi i natës pohonin me kokë, gati. Spitali mund të duke i qetë, por në të gjithë ishin vigjilent. Drita e mëngjesit depërtoi. Unë hyra në dhomën e saj me shpresë të kujdesshme. Si ndihesh sot? Pyeta. Më mirë, ajo buzëqeshi, lehtë. Një natë e qetë, një mëngjes paqësor. Përpjekjet tona po jepnin fryte. Më vonë e tërhoqja Xhanetin me njan. Ne duhet të vazhdojmë të gërmojmë. Tashmë po e bëjmë, u përgjigj ajo. Pesha e zbulimit ton na shtyu përpara, por ashtu edhe uniteti që gjetëm. Ne nuk ishim më vetëm kujdestar, ne ishim kujdestar së bashku. Dhe së bashku do të zbulonim të vërtetën dhe do të siguroheshim që ata të mos ishin kur më vetëm. Xheneti dhe unë gjetëm një cep të qetë. Duhet të ndjekim atë pis, tha ajo, zëri saj vendosur. Unë pohoja me kokë. Le të shohim çfarë tjetër mund të zbulojmë. Ne ndam detyrat gati për të shkuar përpara. Misioni ynë ishte i qartë. Gjeni se kush ishte ai vërtet. Çdo shenjë afronte dhe nuk po tërhiqeshim. Pastaj ashtu siç u ngrit momenti, ai u kthye. Unë jam këtu për të parë foshnjat, shpalli ai. Toni i tij shumë i qetë ngjalli shqetësim. Xhaneti më hodhi një shikim. Ne të dy e dinim se duhej të qëndronim afër. Ai lëvizi në përdhom sikur i përkiste, por ishte e qartë se nuk ishte kështu. Po përpiqesh shumë, murmuriti Xheneti. Ne ndiqnim çdo lëvizje të tij. Instiktet tona ishin të mprehta. Pasi u largua, u rigrupuam. Ai po shet diçka, tha Xheneti. Unë u pajtova. Rreziqet ishin shumë të larta për të lënë diçka të shkonte me njan. Vendosmëria jone e qetë u thellua duke kontrolluar nënën, e gjeta duke përqafuar një foshnjë. Më mirë, tha ajo, mirënjohja, duke i zbutur zërin. Besimi i saj në mbante në këmbë. Kjo ishte më shumë se detyrë, ishte një mision. Ne përditësuam ekipin e mbështetjes. Ne duhet të mbajmë këtë hermetikisht. Ata pohojnë me kokë pa hezitim. Rjeti ynë i mbrojtjes u bë më i fortë. Gjatë drekës biseda konfirmoi atë që ndjenim, unitet. Të gjithë po kontribuojmë, tha Xheneti. Mirë, do të na duhen të gjithë. Ajo që filloi si shqetësim ishte bërë një kaos. Ne ishim të gjithë në të, kthyer në dhomën e saj. Xheneti pyeti butësisht. Diçka të ka në mendje? Vetëm sa mirënjoh se jam, tha vajza. Ai momenti vetëm më kujtoi pse po luftonim kaq fort. Menjëherë pas kësaj erdhi një telefonat. Fytyra e Xhanetit u ndriçua. Po arrim diku, tha ajo, tensioni u hoq paksa. Çdo zbulim solli energji dhe vendosshmëri të re. Kur kërkova detaje, toni i Xhanetit u boi kujdesshëm. Ne duhet të jemi të kujdesshëm, paralajmëroi ajo. Serioziteti i saj na ankoroi. Do të rrisim vigjilencën, premtova. Kthyer në krah të vajzës Xhaneti e siguroi. Të gjithë jemi bashkë në këtë. Ajo pohoi me kokë e qetësuar dukshëm. Ndihem më sigurt tani, tha ajo. Dhe ne e dinim se po bënim diçka të drejtë. Ne po ecnim në këtë udhëtim mes dy
dhe me ty. Nuk e di çfarë do të bëja pa ju. U përgjigja ajo. Lidhja mes nesh u thellua, e ndërtuar mbi kujdes, besim dhe një qëllim të përbashkët. Ndërsa nata ra spitali u qetësua, por ne mbetëm të gatshëm. Të gjithë stacionet të mbuluara. Pyeta. Absolutisht, konfirmoi Xhaneti. Ne ishim brenda të qetë, të përgatitur. Brenda atyre mureve ne ishim më shumë se staf. Ne ishim kujdestar duke thurur një batanie e paqeje përmes qetësisë së natës. Në mëngjes drita u derdh nëpër korridor. Mirëmëngjes, më përshëndeti Xhaneti duke më dhënë kafe. Sytë e vajzës ishin më të ndritur sot, shpresëdhënës. Ne ishim gati për një ditë tjetër. Pastaj një ofertë e papritur, një mjek i ri u afrua. Dëgjova se mund t'ju duhet një dorë, tha ai. Mirënjohja u ndje. Po, faleminderit, u përgjigja. Momentet si ky na kujtuan se ne nuk ishim vetëm. Forca jon ishte në njëri tjetrin. Çdo person që u ngrit na solli më afër zbulimit të së vërtetës dhe mbajtjes së saj të sigurt. Me mbështetje të re u mblodhëm për të strategjizuar. Cili është hapi ynë tjetër? Pyeti Xhaneti. Vështrimi i saj skanonte ekipin ton. Le të kontrollojmë dy fish protokollet tona të sigurisë, sugjerova. Dhoma gumzhint me fokus, energjia kohezive dhe vendosur. Çdo zë kishte rëndësi, çdo sugjerim u mor në konsiderat në planin ton për të vullosur çdo boshllëk. Mbledhja jon nuk ishte vetëm për logjistikën, ishte për forcimin e frontit ton të bashkuar. Çdo hap na afronte më shumë drejt çmontimit të misterit që kishim trashëguar. Besimi i vajzës tek ne po rritej i dukshëm në mënyrë se si ajo ndërvepronte. A mund të më mësosh si të ndroj pelenat? Pyeti ajo me turp. Xhaneti u hodh përpara duke buzëqeshur. Sigurisht, le ta bëjmë së bashku. E qeshura e tyre i honte butësisht rreth dhomës, një tingull kaq plot jetë. Ishte në këto veprime të thjeshta të mirësisë dhe mirëkuptimit dhe ne po ndërtonin besimin e saj duke fuqizuar atë në mënyrë që fjalët nuk mund t'i kapnin plotësisht. Po prit mas në trokitje ndërpreu qetësinë. A mund të hyj? Thiri një zë i panjohur nga dera. Tensioni u ndes në ajër ndërsa ne e kthyem për të parë se kush ishte. Xhaneti dhe unë shkëmbyen një shikim të shpejtë. Diçka nuk shkon, shpëriti Xhaneti. Unë pohoja me kokë në shej pajtimi. Ardhja e vizitorit duke shtuar një stres tjetër të papritur në narrativën tonë që po shpalosej. Dhoma mbajti frymën, duke pritur çfarë do kthese që vizitori i ri do të sillte në sagën tonë të vazhdueshme. Vizitori hyri brenda, sjellja e tij e qetë po e dyshymt. Ju jeni duke kërkuar për përgjigje apo jo? Duke hyrë direkt në temë. Çfarë di? U kundërpërgjigja. Kurioziteti im arriti kulmin dhe dyshimi u rit. Sytë e tij u ndalën tek ne, duke zbuluar një shkëndi të ditur. Babai? Ai nuk është dikush që duhet t'i besoni? Zbuloi ai, duke zhvendosur fokusin ton. Kjo shenjë e fundit ishte elektrizuese, duke na shtyr drejt për drejt në zemër të çështjes. Ne ishim në prag të së vërtetës.